Më të vërtet dhe padyshim në ditën e të cilën ne jemi duke jetuar është një prej ditëve më madhështore, është një ditë e nderuar dhe e bekuar, është dita e haxhit të madh, është dita e therrjes së qurbanit, është dita e derdhjes së gjakut të qurbanit në mënyrë që ne të afrohemi më afër Allahut Azza wa Jall dhe t'ju bindemi urdhrave të Allahut Tebareke wa Taala. Është dita në të cilën çdo anë e botës jehohet sot me tekbire, me tehlile dhe falënderime ndaj Allahut Azza wa Jall. Është dita që zemrat e besimtarëve dhe muslimanëve të mbushen, të ndriçohen me iman dhe me besim. Është dita që shpirtat e besimtarëve dhe muslimanëve të mbushen me dashuri, me harmoni dhe dëmshmëri. Është dita kjo e bekuar në ditën në të cilën janë bashkuar të gjitha ritualet fetare, sikurse falja e namazit, përmendja e Allahut, kurbani, bujaria, mirësia dhe solidariteti ndërmjet njerëzve. Prandaj, përgëzime dhe përgëzime për atë person i cili i madhuron këto ibadete dhe adhurime të Allahut Tebareke wa Taala në këtë ditë të mëdha. Të dashur besimtar, festa e Kurban Bayramit është prej shenjave të dukshme të Islamit. Në të ka kuptime të larta madhështore dhe urtësi të çuditshme. Dhe ne si besimtar, si namazfalës, na takon që të nxjerrni disa mësime dhe urtësi nga kjo festë në të cilën ne po jetojmë. Mësimi i parë, urtësia e parë, kuptimi i parë është realizimi i tauhidit, realizimi i njësimit të Allahut fuqiplot. Se Allahu është i veçuar me namaz, me agjërim, me zeqat, me haxh, me therrje të qurbanit, me namaz, me tawakkul, me mbështetjen e të, me frikë dhe shpresë. Dhe dini se ky njësim është baza dhe rrënja esenciale e fesë islame. Ne në vazhdimsi, në çdo rekat të namazit e lutmi Allahun dhe themi: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Atëherë, ai i cili e posëdon njësimin Allahun është nën mëshirën e Allahut. Por në anën e kundërt Allahu na ruaj. Ai i cili nuk e posëdon njësimin Allahun Tebareke wa Taala është larguar nga mëshira e Allahut fuqiplot. Tha pejgamberi alayhi salam në një hadith të saktë: Haqqullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a. Borxhi i njerëzve, hak i njerëzve ndaj Allahut është që ata të adhurojnë Allahun dhe mos t'i bëjnë shok atij. Dhe njëkohësisht borxhi i Allahut, hak i Allahut ndaj robërve të tij është që Allahu mos t'i dënoj ata persona të cilët e kanë njësu Allahun dhe e kanë njësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ju kanë bindur urdhrat e Allahut dhe urdhrat të pejgamberit alayhis salam. Andaj kuptimi i dytë i Bayramit është edhe realizimi i shahadetit Muhammedur Rasulullah, se Muhammedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i Allahut Tebareke wa Taala. E Allahu neve na porositi dhe na tha: Ja ejuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. O ju të cilët keni besuar, binju Allahut dhe binju pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga dobit e Bayramit është edhe vizita ndaj njëri tjetrit, shtrirja e dorës së pajtimit, afrimi i zemrave të muslimanëve dhe shuarja e flakjes, së urrëties, së zilijes, së inatit që ka mundësi të ndodhë tek njerëzit dhe kjo është e natyrshme, Allahu na ruaj. Dhe dini vëllezër besimtar, vetë fakti se Islami neve sot na ka tubuar në këtë vend të madhreshëm, në shtëpinë të madhit Zot, në shtëpinë e Allahut, në xhamit e ndritura, kjo tregon dhe aludon se ne muslimanët pas me mundësi me u të bunën të vërtetën. Kjo tregon se ne muslimanët pas ka mundësi që ne të bashkohemi dhe mos të përçohemi, sepse është urdhër hynor musliman, besimtarët, vëllezërit mes vete të jenë sikurse këta gështrinj, sikurse këta dy dur, të bashkuar dhe jo të përçarë në çështjet e kësaj bote, por edhe në botën tjetër. Fa Allahu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani litarit madhit Zot. Është Kurani, citabi i Allahut dhe është suneti i pejgamberit alayhis salam. Fa pejgamberi alayhis salam: La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Thot pejgamberi alayhis salam, dhe vëllezër besimtar, dëshiroj nga ju që këtë hadith të ndëgjoni edhe me zemrat e juaj dhe ju vetëm me veshët e juaj. Po thot pejgamberi alayhis salam: Nuk do të hyni në xhenet për derisa të besoni. Dhe nuk keni me besu me një besim të plot dhe të vërtet për derisa të duhni me zveti. Kjo është problemi.
në kohën tonë bashkëkohore që ne po hasmi. Njëri tjetrin, vllau nuk e don, shoku nuk e don për hir të madh të Allah, por e don për shkak të interesave të kësaj dynjaje. Pejgamberi alayhis salam po thot: "Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum afshu as-salama bainakum." A doni t'ju tregoj ilaçin? A doni t'ju tregoj me diçka në qoftë se ju e veprani dhe e bëni këtë, do të duheni mes veti, gjithsesi jo i dërguar i Zotit. Tha pejgamberi alayhis salam: "Afshu as-salama bainakum", për hap në selamin mes jush, e vëllezër selami i Islamit është përhapja e paqes dhe sigurisë tek të tjerët. Që muslimani me muslimanin të jenë të sigurt dhe të shpërndojnë paqe.